po Kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim. Nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit, për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon, me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Zgjidhja është shumë e qartë. Ne kemi dhënë atë propozim, e kemi trajtuar në diskutim edhe me përfaqësues të partive politike kur kanë marrë pjesë dhe në takimet konsultative, kur i ka ftuar kryesuesi i seancës zotri Dehari, pastaj edhe Kryeministri Kurti ka dërguar ftesë 2 kryetarëve të partive, edhe Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike për të njëjtin proces. Nënkuptohet që nënkryetar kanë 3 grupet më të mëdha parlamentare, në këtë rast i bie kryetarin dhe nënkryetarin Lëvizja Vetëvendosje dhe 2 nënkryetar tjerë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike. Prandaj, ai propozim është themi në tavolinë dhe ai do duhej të trajtohej me seriozitet në mënyrë që të fillon pastaj rrjedhja e fateve për votimin e qeverisë.